kjo të prezantuarit është pak e vështirë për ne, sepse ne jemi artistë vizuale dhe jo çdo kush na kupton tamam se çfarë bëjmë. Përveç se masa kupton në pjesën e të punësuarit, të qenurit tetorarsh, një punë fikse, ose të qenurit në një biznes ku shet një produkt të caktuar, ne nuk na përfshin kjo lloj botkuptimi, jemi komplet ndryshe, nuk kemi rregulla në punë, punojmë në varësi të ndjesive, të reflektimeve tona të brendshme dhe këto i sjellim në formë nëpërmjet artit. Në rastin tim me instalacion, foto, skica, kudo që unë e shoh të arsyeshme të shpreh atë që ndjej nëpërmjet mediumeve të ndryshme të artit. Mua zakonisht kur më pyesin me ça merresh, them që po punoj me piktura digjitale, animacion, edhe tash kam nisë edhe tatuazhet, edhe jam tek ai drejtim, po që është dhe shumë kjo ideës që tha që nuk të kuptojnë zakonisht. Gjithmonë domethënë mua më ndodh kjo që japin ide që mund të bësh këtë, mund ta bësh atë, që janë gjëra dhe që i kam provuar se kanë funksionuar, po që vështirë, po që ja dalin. Ne pikë së pari nuk e shohim artin si një produkt për ta shitur, si thuash. Ne e shohim si ur komunikimi për të treguar ndjesitë me njerëzit, edhe për t'i bërë pjesë e përjetimeve tona, secili në perceptimin e tij.